Është Krishtlindje çdo ditë që Zoti lejon të rilinjë dhe që na lejon t'u afalim të tjerëve. Me këto fjalë të Nën Terezës i uroj Krishtlindje çdo besimtari vlonjat edhe gjithë qytetarëve të Republikës Shqipërisë që festojnë. Është moment reflektimi, është moment ku ne shikojmë që dashuria, kujdesi për njëri tjetrin, harmonia dhe dashuria janë vlerat e vërteta të jetës. Dhe është një thirrje për solidaritet që së bashku të ndërtojmë një të ardhmen, sepse ku ka shpresë, e ardhmja është e sigurt. Gëzuar për të gjithë. Gëzuar. Të dashur banor të Vlorës, më lejoni thellësisht të uroj këtë ditë feste dhe këtë ditë kaq të rëndësishme për gjithë besimtarët ortodoks. Dëshiroj thellësisht nga zemra që ky moment jetë një moment reflektimi për gjithë me qëllimin për të investuar nga vetja sadopak për këtë qytet, të japim më të mirën dhe për ta bërë një qytet sa më të arir në gjitha drejtimet e tij. Gëzuar dhe mbi të gjitha 2026-ta t'u gjej me shëndet të plotë dhe me begati në familjet tuaja. Gëzuar dhe për shumë vjet. Krishtlindjet për të gjithë qytetarët dhe qoftë një vit i mbar dhe i begat. Bekime në familjet tuaja. Yes, it will. Urojmë të gjithë besimtarëve ortodoks dhe katolik gëzuar festën, t'ja kalojnë sa më mirë me miqtë e tyre, me familjarët e tyre, dhe kjo ditë qoftë një ditë reflektimi për të kthyer tek besimi dhe tek pajtimi mes njëri tjetrit, tek hareja, ajo që në fakt kemi vite që na mungon, na ka marrë malli për atë paqen shpirtërore dhe familjare. Shpresoj që këto ditë të jenë ditë të cilat duhet të reflektojmë dhe pas tyre të jetojmë sipas këtij reflektimi. Edhe një herë ju uroj gëzuar, t'ja kaloni bukur me miqtë tuaj, me familjet tuaja. Gëzuar, faleminderit. Ju uroj gjithë gëzuar Krishtlindjen. Është festa e shpresës, paqes dhe gëzimit. Jam super lumtur këtë vit, sepse Zoti na ka dhuruar shumë gjëra edhe një miqësie mirë me Kisha Ortodokse edhe dua të uroj gjithë mirësia, paqen edhe shpresës nga Zoti. Gëzuar festën edhe gëzuar ditëlindjen. Faleminderit. Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne. Nëse do të përqendrohemi për të kuptuar rëndësinë e këtij misteri të madh, në cilin biri dhe fjala e Atit u mishërua dhe u bë njeri, atëherë do të mund të marrim pjesë në festimin dhe gëzimin shpirtëror dhe do të ndjejmë brenda nesh fuqinë transformuese të përjetimit të kësaj ngjarje. Mishërimi nuk është thjesht një mrekulli, është dhurata më e madhe që mund t'i jepet njerëzimit. Nëpërmjet pranisë së energjisë së tij hyjnore, Krishti i Perëndi njeriu aktivizon, fuqizon dhe gjallon natyrën tonë njerëzore dhe na bashkon me Perëndin, gjë që asnjë mësues, profet apo ligjvënës nuk mund ta bënte dot kurrë. Ngjarja u ofrohet të gjithëve, por jep frut vetëm tek ata që kanë dëshirë, që kanë përullësi dhe qëllim të mirë. Shën Johani shkruan, të gjithë ata që e pranuan Krishtin, ai u dha pushtet që të bëhen bij të Perëndis. Për çdo njeri që kërkon paqen e brendshme, të vërtetën dhe plotësinë, festa e gëzuar dhe plot dritë e Krishtlindjeve vjen si rreze shprese, ngushëllimi dhe paqeje. Duhet ta shpallim me gëzim këtë lajm të mirë dhe të dëshmojmë me zell dhe pa u lodhur se tashmë Perëndia banon ndër ne.
Tani, më shumë se kur, bota ka nevojë për dritën e Krishtit. Vetëm prania e tij mund të ndriçojë zemrat dhe shpirtat tanë dhe mund të japë jetës sonë dritë dhe gëzim. Të përjetojmë më thellë shenjtërinë dhe madhështinë e kësaj dhurate hyjnore. Këtë mund të realizojmë duke pastruar zemrën tonë nga çdo ligësi dhe duke mbushur atë me dashuri dhe pëlhurësi ndaj gjithë njerëzve, sidomos ndaj atyre që janë në nevojë, që janë në varfëri, në sëmundje, në dëshpërim dhe në vetmi. Vetëm duke bërë këto, Krishtlindja do të ketë kuptim të vërtet dhe gjithçka te ne do të ndryshohet nga fjala e bërë mish. Gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri 2026, gjithë besimtarëve të Krishterë dhe gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Let na sjell Krishtlindja dhe viti 2026 më shumë paqe, më shumë gëzim, më shumë lumturi dhe shëndet në gjithë familjet tona. Krishtlindje të gëzuara dhe të bekuara. Amin. Në këtë ditë të begat, uroj të gjithë besimtarët ortodoks gëzuar Krishtlindjen, begati, harmoni, shëndet në familjet e tyre. Uroj të gjithë shqiptarët që po ashtu këto prak festat të jenë të begata, shpresë plot dhe me shumë durim për të gjithë familjet dhe gjithë shqiptarët. Është ngjarja më e shënuar, ai është një augur i mirë, një lajm i mirë, është shpresë, është mirësi për ata të cilët kanë nevojë, është mirësi për ata të cilët ndjehen të vetmuar, të cilët janë të pamundur. Kështu që urimi ynë si Partia Demokratike e Vlorës shkon për komunitetin ortodoks, për gjithë komunitetin e krishterë dhe për gjithë vlonjatët dhe shqiptarët në përgjithësi. Në këtë ditë festet jemi të bashkuar dhe të japim mesazhet e paqes, mirëkuptimit dhe dashurisë për njëri tjetrin. Faleminderit. Gëzuar Krishtlindje të gjithë besimtarëve të Krishterë është një ditë shumë e bukur sot, edhe është një ditë që na fton gjithëve të ndalemi, të mendojmë, të duam, familjet tona rreth parë, të afërmit, miqt dhe për të uruar gjithë mirësinë dhe shëndetin. Gëzuar. Urojmë që këtë ditë të jetë një ditë e mbarë për gjithë qytetarët, kudo e mbarë, jo vetëm për krishterët, por për gjithë popullin shqiptar, dhe është një ditë më të bukura. Faleminderit.